Në fakt, Zoti Berisha, juve për një kohë shumë të gjatë, pra ne kemi qenë dëshmitar që juve keni pasur akuza, qofshin to edhe personale ndaj eksponentëve të drejtësisë, qofshin për vërinë e posaçme apo edhe në gjykatën e posaçme. Ndërkohë që në hapjen e fushatës tuaj, në fakt juve nuk u ndalët shumë tek çështja e drejtësisë, vetëm përmendët që shqiptarët për të kërkuar drejtësi vonohen shumë e shumë vite. A është kjo një kërkesë e strategut tuaj të fushatës Krisla Civita për të ulur, le të themi, armët ndaj drejtësisë në një kohë kur jemi në fushat? Pyetja e parë. Së pari ju garantoj se strategu i fushatës është një kundërshtar i vendosur i palkundur i politizimit të drejtësisë, apo siç e quajnë amerikanët, weaponizimit të saj. Dhe sa e ka të qartë si drita e diellit, se në rast se ka dy vende në botë ku drejtësia u politizue në mënyrë ekstreme, weaponizue, janë Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria. Por vim tani këtu. E thatë shumë e drejtë. Problemi më themelor dhe që ne s'duhet pajtohemi kur është humbja e të drejtës nga qytetarët shqiptar për të patur një proces gjyqësor të duhur, kështu quhet procesi gjyqësor. Procesi gjyqësor i duhur kërkon detyrimisht dhënien e vendimit brenda një kohe të pranueshme. Sot shqiptarët e vërtetuar duhet presin 15 vite për të marrë një vendim përfundimtar të një procesi gjyqësor. Më fal, vetëm një gjë. Ju kam raportuar, ju kam përmend këtu disa herë 150.000 dosjet. Jo. Duket se janë shumë më tepër. Sepse një statistike fundit, e cila sjell dhe dosjet e gjykatave të faktit, në të cilat janë të depozituara 130.000 dosje vetëm në gjykatat e faktit, atëherë e çon numrin e dosjeve në 230.000 dosje. Marrim këtë moment. 2. Se këta që këndojnë këngën e kësaj reforme dhe e mbrojnë, këta shkelmojnë të drejtën më elementare të qytetarëve shqiptarë. 2. Në këtë sistem, gjykatësi de facto është azjesuar, sepse është dhënë në kontrollin policesk të prokurorit që i dërgon dosjen. Të prokurorit që i dërgon dosjen. Pra sot, çfarë ke në drejtësi? Sot ke një prokuror që kontrollon gjykatësit. Dhe këta prokuror, dëgjoj Osman sa interesant është. Dhe ai sa dush që fsheh krime dhe dosje. Këta s'përmendin një herë se qytetari shqiptar mbeti pa proces gjyqësor. Këta nuk kanë ndërgjegjen më minimale profesionale. Se ti kur e shef këtë katastrofë, jo politikani, po ti mor, duhet t'jesh i pari që do t'i thuash kombit tënd dhe do t'i thuash bocë se qytetar, këtu nuk ka një proces gjyqësor për qytetarët. Kjo është, dhe unë atë shtrohallim, po pse unë shtrova atë? Unë shtrova atë sepse janë, pra, unë po marrë prapë shifrën e vjetër, 150.000 familje.
por nuk janë pak 150.000 familje, sepse se cili nga të tjerë që nuk janë ato 150.000 mund tjetë njëra prej tyre. Atër, ku do shkojmë në padrejtësi? I ke ndëgjuar ju në njëherë të shtrojnë të problem? A e dini ju që nuk kam proces administrativ, gjykata administrative, po thuj. Do në 15 vite. Kush është ai njeri që vjen të investoj në një vend që duhet një vendim administrativ 15 vite? Or zotëri, ata që fshehin, ata shqiptarë që fshehin këtë katastrofë që u krijuë, ata vetëm shqiptarë nuk janë. Mirë po, procesi gjyqësor është gjithnjë një proces shumë i rëndësishëm për ata që paraqiten për të kërkuar gjykim. Ndaj dhe unë e keni shumë drejt. Këtë konsideroj emergjencën e emergjencave. Kurse ka politizimin e saj është i faktuar. E kemi faktuar me 3 rezoluta. Politizimi i saj pati jo rastisht ka rastima. 2 ndigjesa javën që kaloi s'ka ndodhur kur në historinë e Shqipërisë. Kur? Njëra në Këshillin e Europës, unë me 2 grupe parlamentare kryesore, ku paraqita të gjitha aspektet antidemokratike të sistemit të sotëm të drejtësisë. Përveç tjera, shamtanga. Ku paraqitën hearingu përveç këtij, u bë dhe hearingu në një vendim i jashtëzakonshëm, është se nuk bëhet hearingu në këtë kohë që u bë. Ka një kod ata aty. Por duke pas Edi Rama, pse e bën hearingun ata? A e dini pse e bën? Nuk bëj, ja u them unë ju. Normalisht ai nuk bëj. Se është ndërhyr, Edi Rama thotë në ndërhyt. Po e bën. Pse? Sepse e pan që ai s'ka adresuar asnjë nga rekomandimet themelore të OSBE-ODIR-it të zgjedhjet më parshme. Dhe po t'ja u keni lexuar ju diskutimet, ata i përmendin, u referojnë, se duhet parë në teksti, u referohen atyre raporteve. Ata u informuan se Suel Çela ditën e natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një mile. Sara Mile. Dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndëshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë të mënyrë. Tani i thot Edi ati, prova jote është që të kuptohet se ke kontribue votat e Sarës.